Bloku B1 i termocentralit Kosova B ka dalë jashtë funksionit mëngjesin e së martës, duke përkeqësuar edhe më tej situatën e furnizimit me energji elektrike në vend. Kosova vazhdon të përballet me një krizë energjetike pasi në ditë të caktuar është shënuar gjenerim zero nga disa bloqe prodhuese. Sipas burimeve brenda sektorit të energjisë, problemi më delikat aktualisht lidhet pikërisht me bllokun B1, i cili konsiderohet kyç për stabilitetin e sistemit elektroenergjetik. Dalja nga funksioni e këtij bloku rindjeshëm varësinë e vendit nga importi i energjisë elektrike dhe paraqet rrezik për furnizimin e qëndrueshëm veçanërisht gjatë orëve të pikut të konsumit. Institucionet përgjegjëse ende nuk kanë dhënë një njoftim zyrtar lidhur me shkaqjet e prishjes apo afatin e rikthimit në operim të bllokut B1. Ndërkohë, vetëm pak ditë më parë, me 8 janar, jashtë funksionit kishte dalë edhe bloku A4 i termocentralit Kosova A. Njosja e fushës së energjisë Janina Imeri ka bërë të ditur se që nga 1 janari janë shënuar 2 rënje të bloqeve prodhuese. Sipas saj, edhe pak ditë më parë, bloku B1 kishte regjistruar sërish gjenerim zero, duke dëshmuar përgjendjen e brisht të kapaciteteve prodhuese në vend.